Heroj të vërtet. Heroj të vërtet jeni. Tirana në tërë ekzistencën e saj nuk ka njohur një marshim triumfi si marshi juaj sot. Kjo datë 28 shkurti do të shkruhet, do të gdhendet me germa të arta në historinë e kryengritjes paqësore të shqiptarëve kundër narkoshtetit. Për 3 orë, marshi i juaj ishte marshi i fitores, ishte marshi i shqiptarëve, i identitetit, i guximit, ishte mesazhi më i shkëlqyer që ju i dërguat çdo shqiptari. Ishte mesazhi më i madh që u dërguat miqve tanë në Europë dhe në botë. Ishte të merri, i kallë të merri dhe datën narkodiktatorit Edi Rama, qytetar dhe qytetare. Gjatë në marshime sipër agent të infiltruar të policisë kriminale. Bravo. Mashtruan kryengritësit se në shtëpinë e ish diktatorit banon Edi Rama. Dhe kjo gjalli një revolt të pakufishme dhe bëri që ata t'i përvishën asaj banese. E gjithë betejë ishte shpërthim urrejtje ndaj Edi Ramës dhe jo ndaj ndërtesave. Por Edi Rama nuk banon të aty miq. Edi Rama banon të tek vile me Mesheut. Prandaj Edi tani fut jo një agent, po dhe 120 agent po të fusish nuk do mund të devjosh ma. Të dim ku je, në Surrel ose tek vile me Mesheut. Kjo është e vërteta. Për sqarim, për të tjerat ju i pat vetë madhështin e protestës e revoltës tonë paqësore, rrugaçrit e Ilir Prodës dhe Sokol Bishgës, 2 vasal mercenar të Edi Ramës, të cilët do kenë fatin e tij. Miq, korrëm një fitore tjetër sot. Arritëm një rekord të ri në protestën tonë. Çka do thot, asgjë s'na ndal ne pa hedh Edi Ramën aty ku e meriton, në koshin e plehrave të historisë. Dënoj me forcën më të madhe, dhunën jashtë çdo lloj shkaku të përdorur ndaj protestuesve. Me urdhër të Edi Ramës është agresuar në mënyrë personale Luciano Boçi dhe janë përpjekur që t'i krijojnë probleme serioze me sytë. E pa dhe vetë, në një kohë kur ne po rrinim të qetë, topat e ujit Edi Rama i drejtoj dhe Sali Berisht, po i them se e i pa shpresë o budalla. O lagaraq, u kratë topa që mi fundin numër. Ta tregoj mirë. Berisha si do të vijoj atë
Absolutisht. Do vjoj e pandalshme, e fuqishme gjën fitore. Alsef këta këtu. Në qofë se unë u them tani, për 25 minuta këta janë surrel. Ta dish mirë këtë. Po e kam shumë qartë atë unë. E kam qartë, po pse kot, jo më ja, unë kam besim të plot të kjo. Tek guximi juaj, tek qendresa juaj. Ndaj dhe një mirënjohje. Një mirënjohje për këtë marshim kryengritës paqësor, Tirana nuk e ka pa ndonjëherë. I dha Tiranës një vitalitet, një besim, një guxim që kishte shumë nevojë. Tani të gatshëm na pret shqiptarët këte presin nga ne. Miqta në Europë dhe në botë këte presin nga ne. Edi Rama, vrimin e miut. S'ke ku futesh. Qa date është protesta e radhës? Protest në radhës do t'ja u njoftojmë shumë shpejt. Bravo! Ja, sa më shpejt. Bravo! Tani do jetë forma që ta thmërroj më shumë Edi Ramën. Kjo do jetë forma që ta thmërroj më shumë. Ju e pat vet se si ishte bërë gjysmënejt tek bënte vetëmbrojtjen në bangun e akuzës. Ju garantoj o miq se siç përcollëm Lubin do përcjellim Ramën ne.